Horoskopi e Mërkur 25 shkurt. Dashuri. Mirëqenia financiare është shumë afër, veçanërisht me aftësitë tuaja të fituara së fundmi në menaxhimin e parave, ka të ngjarë që të merrni një fitim të papritur në të ardhmen e afërt. Megjithse mund të mos ju duket si një fitim i papritur, pasi keni pritur këto para për një kohë të gjatë. Demi, partnerja ose partneri ka nevojë për mbështetjen tuaj jo për një leksion tani, bëjani të ditur se jeni të gatshëm ta dëgjoni dhe ta ndihmoni në çdo mënyrë. Ai ose ajo do të vijë tek ju kur të jetë gati, ndërkohë kujdesuni për nevojat tuaja fizike. Binjakët, mos keni frikë ta lini anën tuaj të ndjeshme të shkëlqej, madje edhe në vendin e punës. Është mirë të tregoni njerëzve se jeni njerëj dhe se edhe ju keni ndjenja. Nuk mund të luani rolin e luftëtarit gjatë gjithë kohës, relaksohuni dhe ngadalsoni ritmin. Gaforja, kujtesa juaj është jashtëzakonisht e mprehtë dhe do të jeni lehtësisht në gjendjen të mbani mend çdo lloj fakti që ju del përpara. Nëse keni nevojë të studioni për një provim ose për një prezantim në punën tuaj, tani është koha për ta bërë këtë. Asgjë nuk do t'i shpëtojë syrit tuaj për detaje. Luani, mendja dhe emocionet tuaja do të punojnë në të njëjtën kohë. Rreziku këtu është se nëse emocionet tuaja bëhen të tepërta për shkak të diçkaje që po ndodh jashtë punës suaj, mund të shpërqendroheni lehtësisht dhe të humbni çdo ndjenjë të mendimit racional. Virgjëresha, mendja juaj është mjaft e qëndrueshme duke ju ndihmuar të shihni faktet për atë që janë në vend të asaj që i perceptoni ju. Mos harroni se shpesh ka një mospërputhje të madhe midis këtyre dy gjërave. Sot nuk do të ketë, prandaj përfitoni nga kjo. Peshorja, fjalët e ashpra të dikujt do t'ju acarojnë, me shumë mundësi ky person nuk po sillet qëllimisht ashpër, ai ose ajo thjesht po të thotë të vërtetën. Mos lejoni që ndjeshmëria juaj e tepërt ndaj çështjes t'u pengojë të kuptoni qartë faktet. Akrepi, ndonjëherë mund të jesh shumë kokfort, megjithse mund të mendosh se në fakt po tregohesh thjesht i kujdesshëm. Pozicioni aktual planetar mund të mos ndihmojë as ty dhe as partnerin tënd në këtë rast, pasi ekziston një tendencë që të dy të mbeteni shumë të bllokuar në mendimet tuaja. Shigjetari, pozicioni planeteve tregon një lloj bllokimi emocional në një marrëdhënie të ngushtë personale. Megjithatë, paradoksalisht, në momentin që bëheni të vetëdijshëm për këtë, keni mjetet për të filluar të bëni diçka në lidhje me të. Edhe pse analizimi i emocioneve tuaja ose emocioneve të dikujt tjetër tenton të jetë paksa i frikshëm për ju, përpjekja për të thënë diçka rreth asaj që se si ndiheni me siguri do të bëjë një ndryshim. Briciapi, do të acarohesh nga dikush që ka një pikpamje shumë të ngurtë për një situatë të caktuar. Ky person acarohet me ty për të njëjtën arsye. Dëmshuria dhe mirëkuptimi do të ndihmojnë në qetësimin e tensionit më shumë se sa agresioni. Ujori, spekulimet tuaja optimiste janë të dobishme në disa raste, por do t'ju bëjnë më shumë dëm se sa dobi në një ditë si kjo e sotmja. Nevojiten fakte të forta dhe prova të forta, idetë imagjinare do t'ju çojnë ju dhe njerëzit përreth jush në drejtimin e gabuar. Peshqit, idetë tuaja janë të mira, por ato duhen modifikuar, duket se po merrni parasysh vetëm një perspektivë. Tani është koha të shikoni anën tjetër të medaljes dhe të përshtatni qëndrimet tuaja në përputhje me rrethanat. Është e favorshme të ndryshoni kursin në këtë kohë.